Prodhimi i qershisë dhe kumbullës në juglindjet vendit për shkak të rreshjeve të dëborës shoqëruar me temperatura të ulta ka shkuar dëm për këtë vit. Fermerët nga një ran, por edhe specialistët, thanë se edhe prodhimi i pritshëm i mollës në përqindje jo të vogël ka shkuar dëm. Krejt ndryshe paraqitet situata me mollet me ata fermerë të cilët kanë trajtuar në kohën e duar sipërfaqet e mbjella me këtë kulturë bujqësore. Arben Likollari është njëri nga fermerët e fshatit Dvoran që njihet për kultivimin e mollës. Ai tregon se nisur nga të dhënat që ka marrë nga sistemi i qendrës së transferimit të teknologjive në drejtorinë e bujqësisë në Korçë, në kohën e duar ka realizuar ndërhyrjen e trajtimit të sipërfaqeve të mbjella me mollë. Kur na japin parashikimet e motit për situatat që temperaturat bjen në 0 gradë, edhe ne fillojmë të marrim masat emergjente para prake për ta mbrojtur atë. Dhe një ndër nga këto fenomene është që duhet trajtimi i mollës 4-5 ditë para se të filloj ulja e temperaturës. Kjo trajtohet me stimulant, me preparate antistres, në mënyrë që bimat të krijojë një rezistencë kundër ngritës. Pëllum Çezmulka, fermeri nga i njëjti fshat, tregon se një pjesë e mirë e prodhimit ka shkuar dëm për shkak të mos trajtimit në kohën e duhur të sipërfaqes së mollës. Prodhimi ka pak o gjë, ajo sardinia pak o gjë ka mbetur vetëm nga temperatura që ka pasur të ulta. Edhe ka bërë dëmtime ka bërë në sarkinë edhe në golë. Golë e ka rezistuar çik më tepër. Fshati Dvoran ka sipërfaqet më të mëdha të mbjellë me mollë, kumbull dhe qershi në gjithë juglindjen e vendit.